Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të mi, Allahu va bekoft juve këtë ditë gjuma, këtë ditë mbarë, që është dita më e mirë e javës. Për këtë ditë, për këtë ibadet që tash e ka kohën në mesdit, Allahu Gjelle Gjelaluhu me SMS-in në mbi 7 qiell e ka quajtur me Gjibrilit alayhi salatu wassalam: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ky SMS, ky mesazh prej mbi 7 qiell që ka ardhur, duhet me marrë me lexuar. Ty me tarë tash këtu në celularin tënë një SMS, me njëherë dalish të tje dhe lexosh. Edhe kush ta ka qua, ndoshta ta ka qua një shok që ishti në këtë. Ky SMS, një mesazh në kartë prej mbi 7 qiell, jo me lexuar vetëm, po me praktikuar. Çka me praktikuar? Fas'au, vrap ila dhikrillah, ku përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse në xhamia, në shtëpia të Allahut, përmendet Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe ai adhurohet. Allahu në Kur'anin Kerim na ka thënë: fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar. Në shtëpiat e Zotit, emri Allahut, dhikri Allahut përmendet. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka urdhëruar me përmend Allahun edhe me ma tesbih. Ja ayyuhalladhina, SMS-i tjetër, unë vetëm SMS, mesazhet që lloj. Ju përdini çka mesazh? Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Edhe shumë me përmendë besimtar, edhe të sbih me bon sabat. Është interesant që na shqiptarët mohabet tan ditë në bajnë, po ka të sbih i pak. Që të najtë të burë, fëmija, kalamajtë të të shtëfikane, letë dhe gjellë të thanë, subhanallah. Thuj, të najtë të subhanallah. Edhe nesër subhanallah, edhe mas nesër subhanallah, edhe që të mas nesër subhanallah. Një ditë ai voglushja të ka thënë baba, çka u bë subhanallah? Elhamdulillah, elhamdulillah. Ka një sahabi, një shok i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam të pejgamberit thotë: Ja Resulullah, ka thënë në mëso të sbih si ta bëj Allahun. Si me më dhikr Allahun? A pejgamberi në hadith ka thënë: afdalu dhikri la ilaha illallah. Dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah. Pse? Se është qelësi i xhenetit. Ama ky qelësi i xhenetit për skaroni ka dhamzor. Nuk mund të të klap u qelë. As në qelë së të qelë të qelë. A ka dhamzor qelë? Ha? Dhamzor. A o i drejtë? Dhamzor, ka, se mos t'ja qëlloja, se nuk e qelë. Ja nuk e shto. Fjallë la ilaha illallah, ka dhamzor. Mas dush la ilaha illallah, e ka namazin, zeqatin, Ramazanin, haqëllekun, babën e njënën, gruën, evladin, rrethin, ka qelë si përmishit në kovesh, të la ilaha illallah, dhe e të shumë zhonë. Mu paskon që të la ilaha illallah, pali vali, na thëmë të sëmarët, pali vali. Në më dhe në hajtë në shtuje, kretë mushrikit e mekës këshirë thanë, të s'kanë thanë. Pse? Të la ilaha illallah ka kushte, sharte. Inshallah, unë e kam një ders, tash për ti insan të zëmetë sharte, kushte të fjallës la ilaha illallah, ju shkër njube në YouTube o në Facebook, ku e qesin ata që i qesin të. Shkor të të gjumon shkar. Ja ayyuhalladhina amanu. Kur thyrët e zani gjumaz, prap të gjamia. E dy të urdhë,
vlerja blokon. Asaj që shet nuk vel leqe, as blezi nuk vjen. Se burrat rinë gjaki po gratë shkëllin vlerja, s'ka që vlerja, as burrat, as gratë. Dhalikum khairun lakum. Ma mirë të thëtë për ju rështëtje. Kush po thëtë ma miruna? Jo, për Allah e thëtë ma mirë. Shkaj të mund që të sahabi, ardhja sahabi, o Resulullah, të thëmë, ma mësë dhikri, të thëjë subhanallah. Thëjë alhamdulillah. Thëjë la ilaha illallah. Thëjë Allahu Ekber. Që sa Allah? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Ekber. Pejgamberi tha, ilum, sa ka mësu. Ilum. Dëshmoj pozitivisht. A i sa nisë më shku të tjenë, u këtë prap. Ja, Resulullah, anë shka po prap. Tha mëso mund të shkani ilum tje që mund për këtë përvejtë. To i thash për Allahi, a du përvejtë. Anë edhe të përvejtë. Këtonë katra për Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber. Hajde kalë të shkatra ty. Thuaj, o Zot, më shëro, më mshiro, më udhëzo, më furnizo. A u knaqe? Qesh më thamë, Allahumme, ishfini, Allahumme, irhamni, Allahumme, hdini, edhe Allahumme, rëzukni. Zotin a qoftë rëzkin halal. Amin. Në lërgëft dhe rëzkin haram. Amin. Në masi koha që ka që të ma shumë nuk përdurët, të të marrë një për pak ma gjatë në shta, dojë të thonë këto iniciativa që i ma të možë me juve, Zotë ja u bërkoftë kohën edhe lekën edhe gjekën. Dhe ja përësot dëshira që ju i kini para pajat të saj vede. Ama, ma i mirë i sen që të të bani, edhe hoxha i fort mirë ata, kalamajnë një këmë gjami e mësu. Po vetën kësë në mësa në dhe një horës tjetër, si ka nevoj edhe një horës tjetër. Edhe i paguj, edhe kalamajnë më në mësu 2 mujtin, pse ata shërtohën në fidanisht e Allirin e madhe shërtoj shërtohën. Gollum. A? I madhe nuk zë. Nuk zajnë. Të drezit. Ata drezit janë që duhet një shërtohën. Prandaj, edukata dhe mësimi i fëmijëve është shumë punë e madhe. Shumë punë e madhe. Pejgamberi shumë ka folë për fëmijë që të mësu. Shumë ka folë. Në shikoni çfarë folme, në 7 vjet urdhëroni me falë namaz. Në 7 vjet. Në 10 vjet ka pasur i trenë, me rafë në zaratë. Edhe me rafë, nëse si të gjenë 10 vjet, edhe ka thonë, ndani në shtretësh, ju me fjetë bashkë. Se shikoni në 10 vjet, lëvisë. Po të dërën, dhe përshëtë të dërën, që është përda përba, së më jakine me shumë gjyra. Lëmdoja. Shkëtoni, pejgamberi të thonë në rezultat të Lëmdoja ta që ne i thame. mashallah të barakallah. Edhe i mësojmë mitë, edhe mësojmë mitë. Edhe investimi më i miri, është të edukimin e fëmijëve. Pse? Pas 10-15 vjetë, ata të vinë pushtet, ata të vinë pushtet, mas pasën 20-30 vjetë të vinë ata në udhëheqin ma mirë, se që tash, po në udhëheqin mirë, kur përshojnë të futën në burë. Mirë, të rasën të dërmë të vodë. I mirë, po dhe shto bukër në burë. Shka po dhe një? Unë e përta me lutje në fundit, Allahumma sallimna wa sallim dinina. O Zot, në shpëtoni edhe fejnë tonë. Edhe e dita të thamë, ditën për dalim për i kësaj vinjoje, mos në tërpro para te e falë gabime, e në qitë para në dhini sate, faqe barë. Assalamu alaikum.